Erdi taksia! Erdi taksia! Erdi taksia! Ola! Taulan! Ola! Erdhën, mami! Vërtet? I pashëm kur zbritën nga taksia. Ishte Qaçi Gëllzini, ishte Ola. Po tjetër? Ishte dhe teta Luli me bebin duar. Ina mami qikoj bebin. Pse u vonove ka shumë ti mami për bebi? Pse unë kësove më shpejt? Jo më qanë nuk u vonova. Teta Luli. Po ku je më shpirt se më mori malli? Edhe mua mori malli teta Luli. Edhe për ty edhe për bebin. Prita shoh pak. Ja shikoj. Sa i mirë që është. Është i vogël, ke i vogël. E shikon qa bebin ka se mu mame, e shikon. Mami! Shpirtin bebit. U mërzit e ti? Po, më fare babi. Po për që kërvatin të në bebin? Ja dhe tu mami. Kështë të bëj në nani të. Të bëj të krevati. Teta Luli këtu të flikë bebi? Të krevati Olës të flej bebi. Ashtu? Kujdes. Ja ke falu Ola? Unë ja kanë falu, po dhe mua pa ti falu miri. Po ti kujtë t'ja falësh kravatin e vogël. Kur unë s'kam ku t'ja falë. Që duar të vogla, sa të mire këti Ola këto bebin. Ja, ama, i ka se të beqelë se si të mija. Teta Luli, po ku e more ti këto bebi? Ja, ti qanë, tek materniteti. Si e mora? Shko sa thonjë të vogël që paska. Ha teta Luli, si e mora? Ja, ashtu qanë. E bleva. Ola i qëtë. E shikon sa e mirë? Po kon se prek një bebi në duar. Mire, se është i vogël. Lute Kazana, papi e lute Kazana dhe da të pino. Po Roni, të narojnë me kam të mbarë. Po që janë gjithë këto gjë? Po ham drek bashkë sa. Falenderit. Zim, kush Lule? Me bebin nga doma. Lule, të traj djali të me një gjallin. Ta shikoj paka të trumë saku? Shikoj e. Mami, shko sa të mje ka mërë teta Luli bebi. Të keqe. Ku bën kë nuk bën fare? Do gati, shko sa e mirë që është. Ashtu thua ti, po kjo është si punë. Zana, të e të rejtë një mirë. Shimre ku do shumë Luli. Ti sa du dhe i bën më të bukra bebet. Kjo rojnë me këm të mbarë. Falenderit, Gjela, falenderit. Luli, jeni të këtuar sot. Po, qëfar ke bërë kështu, Zana? Hajse, nuk të prosh me mua ti. Ta shpërblepsha në tila raste. Urdhëroni. Hajde, Zana, ullu. Zana, ullu. Zana? Jo se doni pasaj se nuk unë dikmojmë, ha? Së mirë. Taulanti, Ola, e janë i gjanë. Unë nuk kam dori me bebë. Unë saj dori me Taulantin. Po mirë, merë një nga i qofte, edhe shkomi për bebi. Na Taulanti, të kishen mama mere pisetën, mos më shpis Shtu me të lesë, Miri, godo të rakisë o bitë. Shumë mirë bëtë se Taulanti po pa bebe nuk luan nga vëndi. Ashtu është. Po, Luli. Hajde o bitë, mere godën ti. Ashtu... kaq. E po gëzuarat, hele? Gëzuar? Gëzuar, mirë se në erdhës. Sot mund të themi me plot goj, hani si në shpinë tuaj. Të shishin bira? Po pra? Edhe thoni që nuk kam grua një koqire pastaj. Të shikoni se që një koqiri jam unë. Aja, kështu po, kështu pritet duaj edhe. Miri, ti e thuaj mami ti si u kam bajtur babi juve? Na ka kënaqur, na ka bërë gjitha ato gjëra të mira. Ç'to të arti, Zana? Çka? Po përgatitem për një koncert recital. Do luaj edhe një sonatë time. I kanë propozuar muzikë në një tabloje koreografike. E lexova libretin, më duk interesant. Libreti mund të jetë i bukur, por nuk besoj ta bëj atë muzikë. Po përse të mos e bësh? Është një atruar kjo muhabet. Luli, vërtet do fillosh ministrin e ndërtimit? Para se të merrja lejen kërkua një karakteristik për mua. Po, 12 vjet inxhinier e ndërtim nuk janë pak, ë? Po. Çudi si ikin vitet. Pa kuptuar. Kurse ne kuptojmë se mbetemi gjithmonë të rinj.
Pse, u plagëm thua? Jo, nuk plakën, e keni marrë me revan. Sikur të vinte një dramë në këshillin ton artistik, ku një mjek gjinekologe dhe një inxhinier ndërtimit kishin 3 fëmijë, nuk do ta provoj. Nuk është tipik rast, do thonë. Prandaj trembeni ju dhe esni me çapet e breshkës, ë? Jo, Tiro, çamina? Po. Rini. Po ta vini dhe pak mirë. Shumë ndënjëm, edhe Luli kanë. Jo, unë Knaqem shumë. Ti uroj atëherë me këmbëmbar, faleminderit ju mirë lutem atë rjetër, çasit. Tavlan. Miru pafshim atëherë për gëzimin unë. Miru pafshim ne mirë. Ja, nuk vim, do të me bebi. Hajde me të keqen mama se vajte vallë e kemë në shtëpi. Po s'ka zënjë. E di mami që është i mirë, po hajde tani. Nuk qëri me bebi. Jo pra jo se do. Dhe zona se i vogël është 3. Po kur ju ndodh ta këtë? Nuk i do të pa bebin. Ola ta marrë shpinë time. Jo, Çan, jo se është i vogël. Nuk ri dot pa mua. Dëgjoj këtë numra mos mbëj mua, ja tani. Do vi shprap, Çan, ti do vi shprap. E ja them tani ama, ne ne pa të thonë. Luli miru pafshim. Hajde pra tani se m'plase. Po si çfarë do bësh pa? Aman më piro se vdiqja me këtë. Bo. Dolën komshinët e po thonë Qaramanta Olanti. Unë di mërzitë më ba, mërzitë. Po pse mërzitesh ti? Po të lozim bashko, baj, nuk do të mërzitesh fare. Po pse mërzitesh ti me shpirtin mamit? Kush e ka shpirtin më të bukur? Po lodra më shumë se ty kush ka? Po bebi më shumë, kush ka? Të gjithë kanë, vetëm ne nuk kemi. Mirë, më blini dhe mua një motër, pastaj të vi. Ta blem babi motrën ty? Vërtet bebi? Kur do ma blini? E di kur? Më një qershor. Hyra! Ola! Ola! Dhe unë do të kem një motor. Vërtet ta Olanti? Po, nuk të gënjej. Më tha vetë babi, një qershor do ma blej.
Zana! Urime! Sot ke qenë e mrekullueshme. Vërtet. Nuk më mbante vendi në sallë. Asnjëherë në jetën time nuk kam ndjerë kaq shumë emocion. Kështu më ka thënë dhe para disa vjetësh kur mbrojta diplomën. Jo, sot ka qenë krejtësisht tjetër gjë. Gjithmonë kam ndëruar tani një koncerte serioze si ky. Je shumë i mirë, Pira. Po ky koncert nuk është diçka për mua. Kam akoma kaq shumë ëndra, kaq shumë synime. Më duhet shumë punë për të arritur. Do t'i arrish patjetër, Zana. Pa ty nuk mund të arrit dot. Sot ka lajmë bebën në muzikë, sot, ti ka Zana në ka pasë nëzimit. Oj. Miri ka të të shumë. Shpejt. Nesër do t'a lajmë prapë, Gjan. Nesër. Jo. Gati putrën, Ola? Të pish nani? Të pishe? Të pishe shumë shte? Se mre, mami? Si një bërë kështu jo? Shkonim të asirë që i koni se si një bërë. Po shkove të në tërë si e bërë me... Ola, edhe motrën ti me bajtë të lajmë, qa qefi. Po kuj të të njaj motra jope? Ku di unë? Kam qef të të njaj ty më të fajnë buqka. Se për ti të floku me pudër. Edhe flokët që të tuat, kam qef t'i ketë verdha. Edhe sytë boj qedhi, edhe vetë ullat. Ola, motra im dojtë me bukura në botë. Po unë jam me bukura në botë, se jo mua do më njaj. Është mami në shpi? Aha, është duke i japur që më shdebit. Mami, devi të da shpresa. Tu jam shpresa e a brënda. Shpresa po e a brënda? Lori, është doktore në shpi? Jo, gëzimi nuk ashtë, po do të kthehet shpejt. Pse nuk e qenë mirë? Po, se që kam pas shqetësime dhe të shatë bisedoja pak me të. Po e pritë brënda te. Jo, s'ka gjë, po vej më vonë. Zogu i mamit, është shpirti i mamit. Do lozim qik në piano bashk? Në magishtin. Hajde.
Taulanti u bëvon, mami, do i kite puna. Ullu, opa, shpirt. Tërë mami gjanë tani se mbajti vonë. Bëndë më që kështë? Mami, po kërë vinë qeshori. Një qeshori shpirti mami? Aty e ke mëndën të një qeshori. Ja ta thot mama. Tani jemi në prill. Pastaj vjen maj, dhe pastaj vjen qeshori. Po se 2 muaj të presun për motrën? Po pse të presësh dhe 2 muaj? Ta bën mami shpejt e shpejt një motër? Ja koka. Syqet. Doqet. Edhe këmbët. Ja dhe motrën ta bëri mami. Se motrë është kjo? Po çfarë është ajo? Jo, letër është bërë. Unë dua motrë për vërtet, ti që ka Lila. Se mami e di që nuk më shedi motrë për më lëve vetëm fare, ja në mështë të të ikë. Taulanti të kishin mama se mbajti vonë për punë, se kam gjanë. Jo, nuk të Po bërte drejtori po të le. vëllë. Le për ta, nuk të le të ikë. Jo. Kam gjanë. Po më këtë ri, unë vetëm të ri. Po ti ke lodrat shpirti mamit. Aq lodra sa ke ti nuk ka asnjë fëmijë tjetër. Nuk dua lodrat, jo, dua motor. Ti vetë më dhe këtë ma përën këshor. Unë e di që ti nuk gënjerë. Taulant mos I fol kështu mamit. Po pse kështu flasin djemtë e mirë? Ti nuk të shqytur as barku. Çfarë? Mama të parët se të shkojnë martenetet të marrin bebe t'jurit e të barku. Ashtu? Ku I ke mësuar gjithë këto gjëra ti, e? Veti ti. Veti di. Hajde, nuk ka mami gjë. Hajde. Hëzëna. Kam lënë Taulantin vetëm lart. Dërgon çikollën trim bashk? Mos u bëj merak. Ika se u bravon. Mirupafshim. Ola. Ola. Ku shkoni ju? E babi shkoj. Po mirë, si ta quajnë babin ty? Babi Piro e quajnë. Pse inxhinier Piro si ti? Po. Koço, o Koço. Merri pak ta fëmijë e çojtë inxhinier Piro. Hajde su shtëpi e çaçë. Si të quajnë ty? Ola me quajnë. Po ty? Taulan. O inxhinier. O inxhinier. Inxhinier Piro.
O, inxhinier, Urdhëron. ato të nyjes betonit thonë se sot nuk mund na dërgojnë me tepër se 20 metra kub beton markës 300. Ka defekt nyja thonë. E po janë apo nuk janë në vete ata të nyjes betonit. Ne na zien mendja këtu, ata nuk marrin masa për gatishmëri. Mirë se do vi vetë. Dakor. Nuk duhet bërë asnjë lëshim atje. Kushtet teknike janë qarta, po inxhinier Piro. Urdhëro. Shiko kush ka ardhur. Kush na pas ka ardhur? Mi qonë në Ju zyrë. thesh pa Pas një ore. Si erdhët ju deri këtu? Çfarë ke taulant? Me sigurim mami nuk digje që jeni këtu, e? Po pse bëni kështu, pse ikni pa leje? Që një këto gjupa se bëm vabë këtu. Hajde, taulant. Ky Xhaxhiki që është taulanti. Unë e kam djalë, po e kam edhe shok. Kurse kjo bullafikja është Ola. Është shoqja më e ngushtë e taulantit. Po më thoni, përse keni ardhur ju këtu? Hajde, pra flisin se ashtu kot nuk vini ju. Aha, këta s'dit kam flasin. Pse keni turp ju Xhaxhiki që ne kam shokun? Ore, ta më duket kanë arruar vërtet flasin. Xhaxhi Piro, ajo të Tazana i ka shkullur veshin dhe taulanti ka qajtur. Po pse qajnë burrat? O, unë që vënej natë. Me siguri ke bërë ndonjë faqe të shau mame, se ashtu kot nuk të reha jo. Jo, babi, unë asnjë faj nuk kam bërë, faj ka bërë mami. Mami. Ajo më gënjeu mua për motrën, më bën vetëm motër për letra. E po tani po e kuptoj unë që nuk e patur faqe. Shketi do flasun vetë me mamin. Mirë? Mirë, babi. Iula, ja shikoj, pas i palat të dali shtëpia jonë. Xhaxhi në e dy kokoshka. Ju jep Xhaxhi. Merë. Merë dhe ti. O, do i vjen vetë babi. Jo, se ka makina rrugës. Do blejmë edhe kokoshka. Jepu 2 fëmijëve. Ma jem një kokoshk mua. Merë, Xhaxhi. Jep edhe taulantit. Urdhra. Si do t'i thoni Xhaxhit? Faleminderit. Ditën e mirë. Mirasi. Evis! Evis! Urdhro. Për cili fëmijë deri në shtëpi. Po si të Tazana, ti qoti të taluli? Mirë. Mos e lëshoni dorën, a? Jo. Valbona Qamarokja. Jep dhe vajzave 2 lutem. Miru pafshim. Mirë pafshim. Vetëm të fëmijë ke inxhinier? Vetëm kë. Ti që fëmijë ke? 3 djemë dhe 2 vajza. Të dërojnë. Faleminderit. Sa më shumë fëmijë të ketë njeriu inxhinier, aq më shumë e ndjen se jeton. Të lodhen ca vërtet, por ama të shlodhen ai sa s'bëhet. Ore ju me shkollë, përsa i trembeni kaq shumë fëmijëve? Dofta duam të jetoj më qetë. Më pa të lashe. Më me komoditet. E atë der bardh, ku ka komoditet më të madh se sa vetë fëmia. Stop. Ky episod përsëri nuk është i qartë, Alban. Duhet më shumë optimizëm, më shumë jetë, të ketë një përftyrim më të gjerë për jetën e ditëve tona. Profesor, kjo që thoni ju është e drejtë, por nuk varet vetëm nga ne. Atëhere, për sot mjafton. Zana.
Ka disa ditë që ne nuk po na ecën puna. Na është bërë pengesë muzika. Ti duhet ta shohësh edhe një herë këtë episod. Unë jam i sigurt se do të na sjellësh diçka më të arrirë. Mirupafshim. Zana mos u mërzit. Në të gjithën muzika është e bukur, por ky episod sikur nuk është në karakterin tënd. Më dëgjoj mua. Po të përpiqesh pak më shumë? Zana, mirupafshim. Mirupafshim. Po të përpiqesh pak më shumë? Oh, e di unë çfarë muzike bën ti. Mirupafshim. Mirupafshim. Mama ke po qënë? Po se qënë ti, mami? Mos të ka shajtur gjë drejtori? Jo shpirti mamit, jo. Do flesh tani se veti vonë. Të vrej që dalim mama, më ndësha si a babi. S'ka gjë se pret mami, babi. Sa mama, se këtë mama më do vlej pare? Ti do vlesh i pare, se ti më i vogli, prandaj. Dhe do rritesh. Merë qaket. Mami, prytë pus pak. Mami, nuk do qash më, ha? Jo shpirti mamit, nuk qanë mami. Dhe po qave, më nuk flej gjumë. Nuk qanë mami, më jo pa flej tani. Shtri. Gjumë në për shpirt. Në të mirë, mami. Taulanti? Që s'ke tjetër më shpirt? Po është më shpirt, nuk rrim fëmijët e vegjël kaq vë? Babi, mami po qanta. I ka shajtur drejtori. Me. Edhe unë kam mos. Mirë, nuk ka gjë, nuk ka gjë. Jo, nuk vlem, do më do vjetë të këllat e madhë. Mirë, s'po ta prish, babi, hajde. Po do flesh nga ana ime, po nga ana e mamit? Merë, babi. Qenja ti. Shtrio. Natën e mirë. Edhe mami. Dole që shka? Ashtë. Me mbrëma, Sana. Me mbrëma. Përse ke qarë? Po ti e di pse qaj piro, pse pyet kot? Unë them se çfarë ka ndodhur. Po pse për ty nuk ka ndodhur asgjë? Po përkundërzi. Ka ndodhur diçka e bukur. Do të kemi edhe një fëmijë tjetër. Kjo nuk të bën të lumtur? Po si, lumturi e madhe. Më ka lënë mendja mua për fëmijë tjetër. Të bësh edhe një fëmijë tjetër. Nuk do me thënë që të ka lënë mendja. Po ne kemi një fëmijë. Një fëmijë është asgjë, Zana. 2 fëmijë janë jetim, 3 fëmijë me vëlla. Po kur i njeh kaq mirë të thënjet popullit mos martohesh me artiste.
Për hir të fëmijëve unë nuk do të ndahem nga arti. Përse, bë kaq tragjike, kushta që duhet ndahesh nga arti. Edhe mua do të ndinte keq sa ty, sikur të shikoj një larg artit. Po me fjalë thua kështu. Unë Taulanti dhe nuk përris dot. E di unë sa vështirë kam përballoj punë të shtetit, punën krijuese, punë të shtëpisë. Një fëmijë tjetër do të më kishte shkatruar fare. Piro, fol pak me Gëzimin. Ai është kryetari i komisionit abortarit. Pse ngul këmbët? Ti e di që unë nuk do bisedoj as me Gëzimin as me njëri tjetër. Do të ndukej vetja kriminal po të pranoj një abort. Ti duhet më kuptosh, Piro. Po nuk më kuptove ti kush do të më kuptoj. Ja erdha. Mirëmëngjesi. Mëngjes. Mirëmëngjes zotë. Të fash babi që ky është Taulandi, po ti nuk më besove. Më the. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë që takova, Gëzim, se desha të pyesja për diçka. Ha, Zana. Desha të pyes për në çfarë diagnozash rekomandohet të bëhet aborti? Në përgjithësi nuk rekomandohet fare, po ka dhe raste të veçanta, si sëmundje të rënda, si tirotoksikozë, polinefrite, sëmundje të rënda të zemrës. Ka edhe sëmundje të tjera që lejohet. Mama Taulandi do vish? Po këto raporte lëshohen nga mjekët e klinikave të lagjeve apo të klinikës qendrore? Janë komisionit të posaçme dhe mbi këto është komisioni obstetërve pranë këshillmorës qendrore të grave. O ti ta Zana? Ha xhan. A ti kemi vetë në kopës se u rritën. Mirë xhan, shkoni. Tauland miru pafshim. Miru pafshim. U rritën tani. Tëmbelim lule mi, ha 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 sa bukuri. Taulandi! Po pse u kthyet? Të lulis do në thënë e fjalla frit. Abort. Ç'të më thënë? Nuk e di. Nuk do më thënë të lule. Çfarë do bësh Taulandi? Çfarë do? Ja gjetë të libri ato fjalla këta lule. Po ç'të duhet ajo fjalë më thënë? Nuk është... Babi, ka thënë kjo të tëra fjallë të këtë libri janë. Po e kanë arruar, o qënë? Hajde, Ola. Fëmijë, lidhuni te edukatorja. Eja, Zana, afroni. Eja, Mira, afroni këtu afër. U kënaqët sot, ë? Po ta shtjeri pranvera, kështu që ne do dalim për ditë të luajmë, edhe Miri do të mësoj të gjuaj më mirë. Po, mësimin që mësuam sot nuk e haruat, ë? Miri, edhe Zana të vend të marrin kukullat, që ta përsërisim edhe një herë këtu, kurse neve do të vemi të ulemi në përstola. Faleminderit.
Zana. Eja, mos ik me vra. Fshehuni pas dollapit. Shpejt. Ashtë. Qa me qefin dhe ti, Luli? Të vegjili janë. Gzimi brënda është se do të dojnë. Hajtë. Eja, Zana, eja. Nga qesja. Teze si e? Mirë. Nuk më dukesh në qefë si gjithmonë. E në shkefti e mon me vajzë, kom len hallet mua. Luli, mere këtë qenë të zja. As një hall nuk ka. Si shpejti do të bëhet me nip që ja këtë quan hall kjo. Të qenë nip si gjithë bota, hajde dhe po. Me vajzë, ku të bën të mirë ky? Ju lutat mos turpërohem tani në pleqeri. Po dëgjon ky, na kokën. Vajzën e këtë mirë, teze, nuk të turpërone. Se pa që thuaj. E futëm në uzinë me gjithë qef. Thame po, letë mësoj në një zanat. Atë djarë që deshte, atë mori. Mirë po. Dorën zjarë vinja, të betojmë dorën zjarë vinja për vajzën time. Edhe njeri dorën zjarë, e ja unë e vinja. Edhe për ata e vinja dorën zjarë. Se sa e riflis një kuqe e esi në një vajzë. Mirë po. Paragimja, thuj. Të keqen, emrin mos ma përmën të, se ma jep koka ma jep. Jo, me po qëndron zjarë me kashtën, nuk qëndron. U dojq. Kush u dojq? Kush u dojq? Me bi, që kam betur me barë. Edhe turpi që më mbetet mua. Të keqen tezja, gëzim. Të keqen tezja, bëma këtë të mirë. Se ti shefi atyre punëve je, Nuk e bëj dot këtë gjë, teze. Nga s'mu thanë këmbët, erdha drejtet e ti. Një njeri që së ndimon për ka gjësë ndimon. Katil fare je. Katil nuk jam o teze, se po t'isha katil do t'avrisja fëmijën e sa t'vije. Katil gjanën fare nuk je, po ja një gurë së mbari se këthem. Atë ke qenë tezja të shia, bëhe zemrën gure, mos ma nëzi faqen. Ka të shesasha, teze. Bardha do të bëj një djalë ty. Dëgja mua ti, se të gjithë ata që kanë fëmijë fejese dien bëjnë. Ma ta shileri shakat se s'doroj do të më pëhandimomë. E po dhe shakat do bëjmë teze, se tanët jemi, po e di që ti? Martohe Bardhën shpejt edhe jepi fund kësaj pune. Se çdo të bëj unë, ajo është puna ime, ty s'të zëdorë. Po dali o teze, na e pete dorë një s'ta ka. Dore, unë së shikoj do sytë ti po më zgjet dorë. Teze, Nuse. po dhe ti gzim nuk e hiq tak. Që të bësh? Si t'ja spjegoja tezes unë se pikërisht sonte, do t'a gëdhi për të dorëzuar nesër një raport demografik. Kush e di çfarë i the që i iku ashtu ajo? Jo, më asgjë nuk e thash. E po konferencë nuk do t'i mbaja tezes unë. Nuk i thoja do të asaj se lindja, po mos lindja një fëmije nuk është thjesht një çështje intime, për një problem shoqëror, kombëtar, që ka të bëjë me jetën e popullit tonë, që ai ta ruaj këtë moshë mesatare kaq të re, e të mos kërcënohet nga plakja, siç kërcënohen sot kaq vende në botë. Me këtë gjuti flisje tezës ti dhe kush e di sa do t'i hypte tensioni sonte. Nëse, unë po shkoj të punoj në dhomën tjetër, ju rini këtu. Do të më fali, Zana? S'ka. Lere, që më ka ndodhur me tavlantën sot, Zana? Çfarë? O Maja, të bebi. S'ka gjë për kunde një pak gjani mamit. Zana, mos e le tavlantin pa një motër a një vlla. Që ko mendoje mirë. E ka menduar shumë mirë. Nuk e përballoj dot. Mirë. Unë e bisedoj edhe me Gzimin. Po. Zana, këto punë janë me rrezik. Kur do të duash ti fëmijë nuk do të mundesh. Ka që hidhin kokrën e lotit gratë për një fëmijë. Mallkonin veten. Varet nga kushtet, Luli. U pa puna. Kisha shumë shpresë të flisja me Gzimin, po me sa duket, me të nuk u flit ka sot. Pas ka sën gjuhë. Lërë të flej këtu, Zana. Jo, pa ma. Keqe, mama. Me mata. Mere që këpucët. Na, mirë, Luli.
Ua, Piro. Shiko çfarë modeli. Sa i bukur, të pëlqen? I bukur? Kur të mbyllet ekspozita, këto mobili do të shiten. Sa kisha qef të kishim dhe ne një dhomë si kjo. Dgjoj, këto mobilje nuk janë më të mira se ato që kemi ne. Mua ajo më është mërzitur. Pastaj kjo na shkon me perdet, me guvertën. A si thua, Piro? E blin? Zana, mobiljet nuk ndrohen sa herë që ndrohen modelet në për ekspozita. E pse të mos kemi gjithmonë një shtëpi të bukur dhe të kohës? Mirëmbrëma. Mos kemi ra? Jo, ma lënë në shtëpi pastaj. Miropafshim. Kushtet, Piro, thuaj si të duash. Po ka rëndësinë e tyre dhe për punë dhe për krimtari. Po padyshim. Vetëm se mua më duket që ne i kemi kushtet. Kushtet i kemi, po mund të prishen, po të vi fëmija tjetër. Piro, të lutem fol pak me gëzimin. Unë nuk i thash do të mbrëm se si m'vinte. Ndryshe ti shok e ke, pastaj dy burra jeni, ha? Përse shqetësohesh kaq shumë? Po si të mos shqetësohesh? Po mos ngul këm kot, ti e di që unë nuk i them as gëzimit as njeriu tjetër. Mbyllë këtë kapitull tani. Ne të dy i duam fëmijët. Zana, është kriminale të zhdukësh një krijesë që por sa do të vijë në jetë. Ti kujton se unë e bëj pa dhimbje një kërkesë tillë? Po ti shikon dhe vetë sa ngarkuar jam. As një mazreke nuk më mbehet e lirë. E pse mërzitesh? Do të ndajmë lodhjen bashkë, kështu që do kesh më shumë kohë të merresh me krimtari. Kemi folur shumë për këtë problem. Sa mazreke u bën që nuk takojmë bashkë? Tani jam në valën e punës. Po kështu thua gjithmonë ti. Edhe sot po mos vjet kërkoja unë kantiera, ti do isha akoma. Sa do zgjedhshim qofshin burrat hap shtëpia nga duart e grave mbahet. E mirë, gjithçka do të rregullohet. Nuk e kem mbi shpatullat e tua, prandaj flet kështu. Me këtë diagnozë, ju duhet ta kishit lënë profesionin me kohë. Ç'doni të thoni me këtë? Ky fëmijë duhet jetoj, Zana. Po ju kujtoni se mua nuk më dhem humbja një fëmije. Por ka disa gjëra që janë më të rëndësishme në jetë. Dhe për to duhet sakrifikuar. Po kjo sakrificë është më e madhe se motivet që shym për të. Ju duhet më kuptoni. Unë kuptoj këtë që ky fëmijë duhet jetoj. Jam plotësisht dakord me doktoreshën. Ashtu mendoj dhe unë. Si që ngeni dakord kështu? Për këtë rast kam patur dy ndryrje, nga pacientja dhe nga vetë fëmia i saj Taulanti. Dhe kë vendosë dëgjoni? Taulantin. Ky raport Zana nuk duhet i lëshuar. Dhe ata që lëshojnë raporte të tillë do të mbajnë përgjegjësi.
limon në marrë shtrëmbë. E mam të. Ma vi më rove ti? Jo, edhe pak gjanë. Sa që mami dhe puna dhe do të vitë mami motor. Mirë, këto botë preso. Ma furtu. Ma furt, mami. Ama ma drejto limonë se në 100 derë kam thënë. Mjaft më. Shpate? Shpata. Akoma të kemon. Jam bërë për të hyrë në dhe kurse ti nuk do t'ja di shfare. Ekzistoj apo nuk ekzistoj. Kam unë halla apo nuk kam për ty një loj është. Në t'dihje me këto projekte. Në një ditë dhe shpinë do na e kthesh në zyrë projektimi. Po ti, përse merë përsi për të zgjidhësh probleme që nuk i zgjidh dot? Përse troketa ndej këtej në për dyert e botës, duke sajuar raportet dhe më parakitesh në komisione? Dyert bote. Në shdyert bote kam trokitur. Dhe njerëzit e mi kam bajtur. Sepse ti nuk e dënjuar të merresh me këtë problem. Me që nuk e dënjuar ti, jam detyruar unë të kërkoj ndihmën e tyre. Po vazhdo si që ke nisur atëre. Piro tani po të lutem. Ti ke kaq kredi, mund ta rregullosh këtë punë qoftë me gëzimin qoftë me ndonjë tjetër. Ndryshe fjala ime, ndryshe jotja. Përse duhet ta bëj këtë? Po për mua pra? Për ty. E për Taulantin. Shiko sa mirë jemi rregulluar, nuk na mungon asgjë. Ç'na duhen fëmijë të tjerë? Ka kaluar koha shumë fëmijëve. E përse u dashka që për hir të një apo dy fëmijëve unë t'i privoj vetes drejtën time në art? Përse u dashka që për hir të tyre unë të kthehem në një grua të rëndomt? Interesat e së cilës arrin deri tek gatimi, larja e enve, larje pllakave, larje rrobave. Përse duhet kthesh në një grua të tillti? Edhe unë nuk do desha që groja ime të kishte kaq pak interesa për jetën. Po këto interesa nuk t'i ngushtojnë fëmijët. Jo të motër sa fëmijë ka? Çfarë do të thënë? Po të pyes sa fëmijë ka? 3. E mbrojti disertacionin? Ti përse nuk bëke dot me fëmijë? Ja po ta them unë përse. Sepse bota jote është bërë kaq e vogël sa që nuk del dot jashtë këtyre mureve. Jashtë këtyre katalogëve për bufet dhe kolltuk. Edhe kjo si mbastena që nga gjë e keqe. Se do të jetojmë në vitin 84 si në vitin 50. Ç'po merrem kot me filozofira dhe unë. Dëgjoj Piro. Unë dua që ti të më kuptosh. Qofse ndonjëherë ke menduar të më ndihmosh atë ndim ta kërkoj tani. Zana mos ngul këm kot. Ti e di që unë nuk trokas as sekundi. Atëherë dhe unë mund ta zgjidh ndryshe këtë problem. Si? Pa vajtur në maternitet. Ashtu? Po. Shumë bukur atë. Provoj dhe bisedojmë bashkë. Ti po më kërcënon? Kuptoj si duash. Me çfarë të drejtë? Me të drejtën e babait të fëmijës.
Babi, sa është ora? 70. O, s'mu se më përpara. Hajde të ku shkonte? Ku shkon? Të ulla shkon në orën 7 lajt bebe. Hajde keme gjithë bebe. Po shkove më te katapalen time, kërcet kjo, pas ta e diti, Hajde. Tash një mos shkatje. Do e këtë se gjumë. Prit shpirë tash, Dark. Jo. Zgjohu birë, zgjohu dritani, zgjohu shpirt. Do bësh banjo, do lash, do bësh lipurush pastërtor. Luli, hajde shpese u lau kjo. Ja, tani. Shiko, vendi trusobe se më duket si ftoftë. Manu, së ndimoj do të se do iki të blendi, se kam shumë si... Mirë se ndimon babi. Po i di nënës, po dritë e nënës. Të bësh banjo? Luli, ujrat janë në rregull. Bien qikujt ftoftë. Shpejt. Se s'po vjen ta ulanti. S'ka ardhur o birë, shtë thot babi ty? I dhe pak të. Po se zhjë të do me të. Po jo, birë, pse do zëmërot, a im ka gjanë mu. Edhe ti m'ke gjanë apo jo? E pra? O baba ta ulanti, unë ke rrës më bëmë. Jo, gjani mamit, ja, tani. Tani është gati ujtë dhe bebi. Po mos qaj jo shpirt, mos qaj, shkojmë bashkë të këta ulantin. Luli, e lanë vetë djalin ti? Mirë, hajtë hik një shpejt se po më ftohet edhe unë. Hajde, birë. Shiko, mbyll edhe derën. Mos u bëjnë rakë. Shpejt, hik një shpejt. Hajde. Jo. Droni. Mirë mrema. Eja, Ola, eja, Gjani. Si rrua brenda? Hajde, urdhoni. Ne me mamin e lamë... Se ngurë që bira? Hajde, një po shtë përmbysim. Po ju ku humbët ju? Prite dhe hiq. Jo për gjë, po më kanë sjellë ca rakit mirë nga fshati dhe... Kemi ne një raki që... Zana, na sillat jeshile. Ta provosh e do të më thuash. Ashtu, ha? Shton punës, bira? Mirë, po ecim të ashti. Si do delni këtë 3 mujor? Regu. Si duket I vogli? Mirë. Rritet? Jo gjithmonë rakit mirë mbani. Veçanërisht për miqtë e zgjedhur. Aha. Tani nuk hymë në atë kategori. Zana na ka vënë vizën, më duket. Po në qofë se njerëzit ja vënë vizën vetes, kë nuk është fajim. Unë isha I bindur për këtë, edhe Lulit I kam thënë. Nuk na sheta që kolla Zana. Po, domosdo. Gëzuar. Aje për të mire. Mirë se erdhe. Ja, faleminderit. Se si thot një fjallë e urtë. Miqtë e ri zër, po të vjetrit mos I haro, ama. Po ka dhe një fjalë tjetër të urtë që thosë se miku I mirë njët në momentet vështira. Ashtu mendoj dhe unë, Zana. Po të mendonit ashtu do më ishit bërkran në komision. Atëre do t'isha mik I mirë. Natyrisht. Kur herë tjetër do të kem nevojë për ndihmën tuaj. Jepi, Ola, jepi. Forsa se ta kaloj ta ulandi. Ja dhe një, Ola. Ja kalon me të Ola. Ola bufe. Jepi bufe. Ja dhe një, Ola. Ja dhe një ta ulandi. 1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 15. O, sa shumë që janë këto. Gjaci, kur të vjen gjeshori? Nesët ke qenë Gjaci, nesët. Lyra! Ola, nesër vjen gjeshori! A pegoj? Gëzuar një qeshori? Gëzuar. Gëzuar fesë në shpirt. A pëse në vjesh? Pa. Hopa. Në qeshori fesë e bukur, ja të kërë për sëri, të gëzuar se shtajen, ku do e jemi? Lumë. Shiko tani që durat ka sjell babi ty për një qeshore? Qatë ka mami ti? Ty mami ti? Zok. Po tjetër? Shpirt. Po tjetër? Jetë. Ju me bishte ka. Po babi çfarë ka? Gjell. Tjetër. Shok. Shoki babi. Lajë dhe që me qume, mami.
Opa! Što? Riu papa mi. Tiro, nuk e qenë sot kam telefonuar disa herë, nuk ishe në punë? Sot po thuaj se gjithë ditën e kam kaluar në një konsult për zgjidhjen e disa problemeve në banën e rrugës barikatave. Po shnetin nga trohesh me këto. Ha, ç'është. Nuk ka ndërmarrë banesa inxhinierët e saj? U mblodhen shumë inxhinier sepse në ato pallate zbatohet një konstruksion i ri në ndërtim. Inxhinieri projektues e kishte zgjidhur drejt skemën. Po. Mirë po, kishte kundërshtime. Po, si vendoset? Ka mendime që ky konstruksion të zgjidhet monolit. Ç'është kjo zgjidhje monolit? Nuk e kam dëgjuar ndonjë. Ta Luli të mbaj pak Të gjitha çështjet teknike që duken të reja Ja megjithëse së të rritet edhe pak, i kemi përmendur do t'ju japë ta Luli tash e pisti me karrocë bashkë me Olën. Më duken edhe mua problemet e muzikës. Që megjithëse i kam dëgjuar 100 herë, prap të reja më duken. Para fat vjen i gatshëm dhe vetëm e montojmë. Kjo ka rendiment më të madh në ndërtim. Po. Kurse monoliti do më shumë kohë. Duhet derdhur betonin në vend, duhet... rendimenti ishte më i ulët me një fjalë. Taulant! Merë piro. Taulant! E jep hashtotën. Mos bëj sikur nuk dëgjon. Taulanti! Piro, nuk është. Me siguri të Ola ka shkuar. S'ka ku shkon tjetër. Pa marrë më dhe ai mbeti aty orë pa orë dita natë atje, sikur kam janë ta e shpi. Faqe kuqe biskoqara që shotite në përëndas, më përmani kjesta. Në gjithë botë është e dukur më e bukur o fëmi, është nëna Shqipëri. Mami u zi të kërcej, do më mësosh ti? Mirë. Po quna, ma do më mësoj mami të kërcej dancë. Mua më ka mësuar mami. Po ti di të kërcesh? Aha, edhe. Të mëson mami. Ja 2 përpara, edhe 1 mbrapa. Do ta mësoj do të mami? Do ta mësosh? Po ja, 1, 2, 3, mbrapa, 2 përpara, 1 mbrapa. Edhe 1, 2, ja, në atrove mirë në të. Ja shiko Taulantin me Olën, e mësuan ata. E më miri, po dëgjoje muzikën. Mami, teta Zana. E Lili, çfarë bëhet këtu mi aman? Sa mirë që erdhe Zana. Po mësoja mirin kërcej. Po, ky s'ka vesh për muzikë, o unë se mësoj dot. Po si e duron dot gjithë zhurma? Provoje se ka dali mirë. Po ju e tërbuat dhe këtë të voglin fare, mi që Le të mësot me zhurmë, se dhe zhurma ka lezet në saj. Edhe po mësove nuk rrit dot pa te. Gëzuar fesën e fëmijëve. Gëzuar fëmi. Gëzuar një qeshori. Mjaft kërcyje tani, hajdeni. Ska gjë, gëzuar. Gëzuar teta Luli, sa të mërë e për teta Luli ke? Do jap mami të gjithëve se keni festën sot. Ju të dy bashkë nga një akullore të vogël se juftojnë gryket. Edhe ju bashkë, edhe ju të dy bashkë me atë. Edhe ju një akullore, edhe një kokoshk. Edhe Taulantit një akullore, edhe një kokoshk senit vegjil ju.
nuk do ble. Pse? Se sot kur e di kjo shori, mua mami me babin nuk më sollën një bebi, pa më sollën një kamardare dhe një tokë. Po mirë, ble akullore ti. Jo la, unë me këto lek të akullore se të kokoshkave, do shkoj të blej bebi aty kur bleu mami jote. I ati të mami time, a i kem të dy se di unë, në dhe 5 lekëshin të kokoshkave të mijave. Po ju fëmi, çfarë doni këtu? Kemi ardhur të blim një bebe. Në moj bisi do. Bebe? Po kush e tha se blet bebe këtu Mërgjan? Mamaja Olës më tha se lajo këtu e ka bler bebe. Ashtu, ë? Po edhe mamaja Olës tu e pas ka bler bebe. Ariana, më prit pak sa të zgjedh një bebe këtu e fëmijëve. Më lindo. A të zgjedh teta juve një bebe të bukur. Po mirë, pse si thua mami ti të blej një bebe, e? Mami nuk do të blej bebe. Pse kaq kurnacë është ajo mami ytu? Jo, mami ta Hollandit nuk është kurnacë, është pianiste. Pianiste? Ke këtë atë? Ky djali ka ardhur të blej një bebe. A vjen dhe ti t'i zgjedhim një? Oh, po si jo? Të bukur do t'ja zgjedhi teta. Sa të mirë që janë. Si do bebin ti? Djalë apo vajzë? Motër e dua. Do të gjej teta një motor të bukur. Se sa të bukur që janë? Shikoni mirë, ë? Shikoj sa i vant që është ai. Ama ju pëlqen ky? Si sa i bukur? Ja, këtë nuk e duam se ky është i kuq. Se më pëlqen nga të kuq. Po ky tjetri, si sa i bukur. Ta Hollandi ta blimte? Jo se ky është ullac. Ua. Pse? Po do i dalin flokët. Ja këtë të marrim ula. Shko sa e mirë që është. Gjolli këtë. A këtë? Ja, ky është i shitur ky. Po ky është i shitur, a? Po e tjetri. Edhe ai tjetri i shitur është. Ai, po çe blim tani? E po të gjithë të shitur janë të Mërgjan. Ç'bëhet këtu? Babi! Na falë shef, po është një rast i çuditshëm. Ky djali ka ardhur të blej një motor. Oj, mirë i qaqit. Sa më gëzua që erdhët. Sa mirë ta Hollandi? Erdhët të më takonit mua, ha? Ola ta tregoj rrugën? Ola, pune nuk kemi ardhur të takojmë ty. Si, të vini deri këtu e të mos më takoni mua, ka të thoni pasaj që të kemi Gjano Gjagji. Po në Gjano kemi o Gjagji, po në kemi ardhur të blim një bebe, ja ku i kemi dhe lekët. Bebin duhet ta marri mami. Eja ta marrim telefon. Ha 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 ha!